mos harroni, edhe ja 5-6 veta duhen të na bashkohen dhe arrim objektivin e parë të 1000 subscribersve, 1000 ndjekësve, 1000 abonentëve. Bëjeni këtë dhe rritemi së bashku, ndajmë mendimet së bashku, trajtojmë tema që na interesojnë të gjithëve, por që kur, mos harroni, nuk trajtohen nëpër media, nuk trajtohen në televizion, nuk trajtohen nga analistët që paguhen nga televizionet, nga politika, ku diun. Sot, Parlamenti Shqipërisë i tuf servilesh, robotësh ushtar prej baltet e Edi Ramës, e kanë qujt shtetin e Iranit shtet terrorist. Përveç çfarë njoh vet nga Partia Socialiste, po dhe qa kam dëgju, po dhe qa tha Imron se i quajnë si budallat, po qa tha kishte thënë diku ai Olsi Yazexhiu, mas shumti Partia Socialiste në Shqipëri është mas shumti përfituesja më e madhe nga iranianët. Pra përveç qa ka fitu Rama me kontrabandën e naftës edhe me thyrjen e embargos amerikane duke bashkëpunuar me iranianët. Por çfarë bën sot, i futën i votim aty, doli dhe një nga këta ministrat e Netanyahut edhe falenderoj. Pra e bëri gjithë sot këtë, e vuri në shërbim të vetes vet parlamentin, siç e bën ai për herë, për interesat e veta, për t'ju lëpi Donald Trumpit. Mos e harroni këtë, sa herë të shihni Edi Ramën, mendojeni gjuhën e Edi Ramës duke lëpi Trumpin. Edhe ata flokët që i rrin Trumpit kështu si porteka, si fshes, siç duket nga lëpirja e këtij i rrin ashtu si fshes. Tani kuriozit, pastaj kjo tjetra ishte akoma më shumë gallat, kjo tregon pastaj se sa komike është skena politike shqiptare, se doli dhe PD-ja pastaj edhe nuk guxojnë që të thonë ore, kjo është çmenduri dhe nuk e bëjmë këtë, sepse asnjë vend i antar i NATO-s nuk e ka bë. Asnjë vend antar i NATO-s nuk është përgjigj ftesës së Trumpit për këtë punë, edhe ne nuk e bëjmë sepse ne do majmë qëndrimin që majnë vendet antare të NATO-s, kaq, pik. Po nuk e bë dot PD-ja këtë, edhe pse nuk shkojnë në parlament, prap doli apo po bëjmë deklarate, dënojmë edhe në Gardën Revolucionare, ku diun budalliqe. BBC-ja, media më e rëndësishme ndërkombëtare. Dëgjojeni mirë, këtë është media më e rëndësishme dhe më serioze ndërkombëtare. Pavarësisht luhatjeve të veta, nuk e thërret kur nuk e thërret Hamasin, organizat terroriste, vetëm e vetëm, pra që Hamasi është, e din gjithë që është organizat terroriste, por nuk e thërret BBC-ja vetëm e vetëm sepse Hamasi ka dalë në zgjedhjet e ka marrë vota dhe është votu. Edhe vetëm për këtë arsye, BBC-ja e quan organizat çlirimtare dhe nuk e quajnë organizat terroriste. Pra vetëm pse është votu. Këtu kanë dalë. Tani një gjë kam unë kuriozitet. Zehineja, kjo Tërmet Peçi, Sara Mile, për shembull, kanë identa, ose për shembull jam kurioz ta di për shembull çfarë do të thotë për Zehinen, për Sarën, për Bora Muzhashin, çfarë do të thotë bllokimi i ngushticës së Hormuzit, për shembull, kot, ose çfarë do të thotë emri Saadi Shirazi për Ulsimanjën.